Platforma e përgatitur nga rektori i Universitetit të Tetovës, Kushtrim Ahmeti, sipas tij nuk është thjesht vetëm një dokument, por është një zotim para stafit akademik për punën në tërvjeçarin e ardhshëm. Gjatë një deklarate për televizionin Koha, ai thotë se fokusi do qetë në 6 shtyllat, të cilët janë të ndërlidhura rreth një vizioni të vetëm që nënkupton se për UT-n nuk mjafton vetëm ajo mirëmbajtja institucionale, por duhet të haprojë drejt zhvillimit. Dijet të matshme dhe cilësore, ndryshimet në shoqëri, konkurenca në arsimin e lartë, si dhe kërcënimi nga faktori demografik janë sfida gjatë mandatit të rektorit Kushtrim Ahmeti, të përmbledhur në platformën me moton dije, cilësi dhe zhvillim. Universiteti i Tetovës deri më tash ka bërë, si themi, hapa gjigant, por në bazë të disa analizave të cilët i kemi, ballafaqohemi me disa faktorë të cilët në një farë mënyre ne duhet të përballemi atyve, janë ndryshimet e ndryshme të cilët ndodhin në shoqëri, pra para së gjithë është konkurenca me të cilën ballafaqohemi në arsimin e lartë, është haprimi shumë i fuqishëm i teknologjisë informative, të cilën po ashtu duhet ta kemi parasysh, dhe gjithsesi është ai kërcënimi nga faktori demografik, domethënë të cilën po ashtu duhet ta potencojmë, sepse në bazë të informacioneve që i kemi, për shembull në këtë vit kemi 4190 maturantë të cilët kanë aplikuar për maturën shtetërore, dhe kur e marrim parasysh numrin e universiteteve të cilët ofrojnë studime në gjuhën shqipe në vendin tonë, do të thënë tregon se ballafaqohemi me një mungesë serioze, do të thënë të studentëve tanë potencial. Studentët duhet të jenë pjesë e komunitetit akademik, shprehet i prerë rektori Kushtrim Ahmeti, duke pohuar se në platformë ka paraparë që të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me studentët dhe standardin studentor nuk do të merren pa i konsultuar studentët. Pretendon që studentëve të jepet një fuqi më e madhe vendimmarrëse në të gjitha organet e universitetit. Dimensioni social i universitetit pikërisht e nënkupton këtë që madje edhe në përpilimin e kurikulave dhe në politikave universitare, do të thënë të jenë prezent ata. Ne në vazhdimsi jemi në komunikim me studentët dhe vazhdimisht i ndëgjojmë shqetësimet të cilat ata i kanë, dhe gjithmonë domethënë duhet punojmë në avancimin e standardit të tyre, në avancimin e kushteve të tyre. Unë edhe në platforme kam potencuar që edhe në hulumtime shkencore, por edhe në idetë kreative, më thënë në inkubimin e startupeve të ndryshme, duhet i marrim parasysh, pra duhet jenë, sepse kreativiteti dhe idetë më të mira vijnë pikërisht nga ana e studentëve, dhe gjithsesi po ashtu një pjesë mjaft e rëndësishme është përcjellja e studentëve të cilin e kemi parapar, pra krijimi atij alumni connect që në farë mënyre nënkupton atë rrjedhimin me studentët tanë të diplomuar, të cilët kudo qoftë që janë, ne të kemi një komunikim të vazhdueshëm në mënyrë që ata të sjellin përvojën dhe ekspertizën e tyre madje në universitet. Kushtrim Ahmeti fitoi garën për rektor të Universitetit të Tetovës. Sipas të dhënave, ai fitoi 197 vota, ose 59.46%, duke siguruar kështu fitoren kundrejt 2 kandidatëve tjerë, Fehari Ramadanit, i cili ka patur 119 vota ose 35.44%, dhe rektorit aktual Jusuf Zejneli, i cili ka marrë 22 vota ose 5%. Të drejtë vote kanë pasur gjithsej 355 antarë të këshillave mësimor shkencor të fakulteteve. Në procesin e votimit morën pjesë 343 votues, përkatësisht 96.62%.